Sot në kryeqytet pritet të ngjajë një ngjarje tetë e veçantë, jashtëzakonisht e veçantë për ata të cilët duan dhe vlerësojnë filmin shqiptar. Po flasim për një nismë të ambasadës së Shqipërisë në Kosovë në bashkëpunim me Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit dhe Kino Armatës, ku do të bëhet prezantimi i disa prej projekteve filmike më të rëndësishëm që janë zhvilluar në të kaluarën në Shqipëri. Është një projekt që na njeh me artistë jashtëzakonisht të mëdha, me ata të cilët në fakt kanë bërë hapat e parë në kinematografinë shqiptare, e prej të cilëve ne të tjerët kemi mësuar dhe në një farë forme njihemi me jetën dhe krijimtarinë artistike që është zhvilluar dikur në Shqipëri. Për të kuptuar më shumë rreth kësaj mbrëmje jashtëzakonisht të veçantë, e cila do të zgjas deri, domethënë nga shtatori deri në nëntor, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me zotrin Francesc Fusha, i cili është diplomat karriere, aktualisht në detyrën e konsullit të ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Kosovë, ku edhe mbulon çështjet kulturore. Përshëndetje zotri Fusha, faleminderit shumë për kohën që po ndani sot për ne dhe shikuesit tanë në këto pak orë që na ndajnë nga një ngjarje kaq e veçantë siç është Netët e filmit shqiptar. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta në emisionin tuaj Bombon. Faleminderit për ftesën. Të lutem, kënaqësia është e gjitha e jona. Zotri Fusha, fillimisht do donim të dinim për idenë e krijimit të këtij organizimi, të këtyre netëve, ku do të kemi një cikël filmash shqiptar që po prezantohen në kinemat e Kosovës. Në këtë rast në Kino Armatën në Prishtinë. Atëherë fillimisht përfitoj nga rasti të përshëndes përzemërsisht ju dhe gjithë teleshikuesit anëmbar në Kosovës, mirëmbrëma gjithëve. Në emër të ambasadës së Republikës Shqipërisë në Republikën e Kosovës dhe të ambasadorit Petrit Malaj, dëshiroj të shpreh mirënjohjen dhe falënderimet tona të sinqerta për RTV-1, për hapësirën dhe interesimin që keni treguar për të ndarë me publikun aktivitetin ton kulturor në të filmit shqiptar, që siç e thatë dhe ju, do zhvillohet nga muaji shtator ku jemi dhe do që lehtësonte dhe deri në prag të festave të nëntorit. Ideja lindi me thënë të drejtën nga vetë ambasadori, i cili e propozoi si një mundësi për të sjellë më afër publikut thesaret e kinematografisë sonë shqiptare. Më pas unë, duke qenë se mbuloj dhe kulturën, siç e thatë dhe ju, pata kënaqësinë të ndjek më nga afër gjithë procesin organizativ në bashkëpunim të ngushtë natyrisht me ambasadorin Malaj, me Arkivin Qendror të Shtetëror të Filmit në Tiranë dhe mbështetjen e vyer dhe dëshmuar do të thoja të Kino Armatës në Prishtinë. Pra, Netët e filmit shqiptar nuk është thjesht një shfaqje filmash, por është një urë lidhëse midis brezave, një omazh për kineman shqiptare dhe një fest për të rinj që të zbulojnë pasurinë e trashëgimisë sonë kulturore. E qartë. Zotri Fusha, ne jo shumë kohë më parë humbëm një personalitet jashtëzakonisht të madh të kinematografisë shqiptare, Dimitër Anagnosin, dhe jo më kot keni përgjedhur që pikërisht këto netë të filmit shqiptar të fillojnë me përrall nga e kaluara, e cila në një farë mënyre do të hap krejt këtë ceremoni, këtë muaj, nëse mund të themi, të krejt asaj çfarë ne do të shohim, ose më mirë javë, sepse po shkojmë deri në nëntor me filmat që do të shfaqen nga kinematografia shqiptare. Po, pikërisht për hapjen solemne që do mbahet sonte në orën 19, kemi zgjedhur filmin Përrall nga e kaluara, një vepër antologjike e mjeshtrit Dimitër Anagnosi, i cili për fat keq nga jeta pak javë më parë. Përmes kësaj shfaqje, ne jo vetëm çelim këtë cikël filmash, por edhe ndërrojmë kujtimin dhe trashëgiminë e një prej figurave më të spikatura të kinematografisë sonë. Është një homazh i denjë për një artist që i dha shumë identitetit tonë kulturor. Sigurisht. Zotri Fusha, ju e përmendit që këto netë të filmit shqiptar nuk janë thjesht sa për të parë një film që është prodhuar vite më parë në Shqipëri, por që krejt ky aktivitet shkon përtej kësaj. Unë do doja të dinim pak më shumë për mesazhin që ambasada e Shqipërisë dëshiron të përcjellë nëpërmjet këtij aktiviteti, nëpërmjet këtyre ngjarjeve që do të ndodhin deri në nëntor. Ju falenderoj për pyetjen. Atëherë, në një kohë kur kinemaja globale po kalon transformime të mëdha për shkak të zhvillimeve teknologjike apo platformave të ndryshme digjitale e streaming, ky aktiviteti jon i synon të rikthejë vëmendjen tek filmat klasik shqiptar, që përçojnë vlera, histori dhe ndjeshmëri që ka përcejnë kohën. Po ashtu një nga shtyllat kyçe të këtij cikli është forca e gjuhës shqipe. Përmes këtyre filmave, gjuha jonë e ëmbël shqipe bëhet zëri i tregimeve autentike, duke ruajtur kujtesën kulturore dhe duke forcuar identitetin tonë kombëtar. Kemi menduar pra edhe për brezat e rinj, nxënës dhe student, të cilëve do t'u ofrohen shfaqje të dedikuara çdo muaj
me qëllim që të kenë mundësinë të njihen më nga afër me filmat e fondit të artë të kinematografisë shqiptare, siç janë ato që do të transmetohen gjatë kësaj periudhe. Tani, kur po flasim për filmat të cilët po vinë nga ky fond i artë i filmit shqiptar, a janë restauruar këto filma për këtë event? Sepse po flasim për një film që është krijuar vite më parë e që do të shfaqet në ekranin e një kinemaje, siç është Kino Armata në këtë rast. Po patjetër, të gjithë filmat e përzgjedhur për këtë cikël janë restauruar me kujdes dhe profesionalizëm të lartë nga Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit në Tiranë, fal punës së shkëlqyer të ekspertëve shqiptarë dhe bashkëpunimit me studiet ndërkombëtare. Filmat si Përrall nga e kaluara, Kur xhiroi një film, Vdekja e Kalit, Koncert në vitin 1936 dhe Kapedani, janë restauruar për të paraqitur para publikut në Kosovë në cilësi të shkëlqyer, do të thoja, filmike. Qëllimi pra është të ruajmë trashëgiminë tonë filmike e ta bëjmë atë të qashme dhe tërheqëse për të gjitha moshat dhe për çdo brez, në mënyrë që ta vlerësojnë artin dhe historinë tonë të përbashkët. Tani, komentet e para të paktën ne si staf, si kolegë brenda institucionit tonë janë jashtëzakonisht pozitive, dëshira që të vim në Kino Armatë dhe të shohim krejt këta filma është shumë e madhe dhe unë po besoj që edhe pse kemi pak kohë që na ndaj nga fillimi i ceremonisë hapjes së kësaj ngjarje, komentet janë të shumta, janë shumë pozitive dhe njerëz janë goxha të gëzueshëm në kuptimin që do të kenë mundësi të shohin filma kaq të rëndësishëm në kinema, sepse dorën zemër pa kush e kishte menduar që do të kishim këtë mundësi edhe në kryeqytetin tonë, edhe në Prishtinë. Po tani, siç e dim gjithë, filmi shqiptar gëzon gjithmonë një vend veçantë në zemrat e publikut në Kosovë dhe kjo është reflektuar qartë dhe në pritjen e ngrohtë dhe entuziaste që ka shoqëruar nismën tonë. Ky cikël filmash është një shembull i qartë i asaj që quajmë ne diplomaci kulturore në veprim, pra një diplomaci që flet përmes artit, historisë së përbashkët dhe vlerave që na bashkojnë ne si kombë. Zotri Fusha, unë e di që do duhet edhe shumë e shumë të folim, ndoshta në një të ardhme do t'ju kemi këtu në studio që të flasim pakës më shumë, jo vetëm për këtë aktivitet, por edhe për shumë aktivitetet të tjera që ka ambasada e Shqipërisë në Kosovë, e cila mbi të gjitha bën ato që unë e konsideroj punë të shenjtë, të ruaj këtë lidhjen e fortë të fuqishme të shqiptarëve, andej dhe këndej. Njëri nga shkrimtarët shumë dashur të Shqipëria thotë mos thuaj andej dhe këndej kufirit shqiptar. Andej dhe këndej drinit, kështu që po e përsëris këta në mënyrë që të prezantojmë krejt punën e mrekullueshme që keni bërë dhe në fakt vazhdoni të bëni që të ruani këtë lidhjen e fortë mes vëllezërve shqiptar. Andej dhe këndej drinit. Të falenderoj shumë për kohën. Faleminderit shumë ju. Të dashur miq, punë të mbarë gjithë mirët. Gjithashtu, shumë faleminderit.